dishin vetëm se jemi djemtë e flamurit, por gjë tjetër nuk dishin për babajnë. Edhe nëna gjithmonë e ka pasur një vestë të mirë, ka folë gjithmonë pozitivisht për babajnë tonë ndjerë flamurin, edhe pse flamuri ka qenë bixhërzi me bixhoz, ka pi alkohol, dhe më thënë, kur ajo nuk e ka përmend ato veset e këqija të flamurit. Po, veset e mira, të babaj të mirë. Po, që duke ditur që një ditë ndoshta, po qoftë se unë rritëm me Naimin dhe do të kërkoj babën, që të shkoj të kërkoj babajnë. Dhe të ruhet figura... Të ruhet figura mitologjike e tij. E burrit, figura... E jashtëzakonshme, 20 vite pa e taku babajnë, flamur. Po. Janë shumë. Si e përjeton një fëmijë? Shiko, një fëmijë ishte kur rritet... Një mungesë, pa e ditur a është gjallë. Po, ishte një mungesë e madhe, sepse ajo familja jone ka pasur në pediestal shumë të lartë flamurin, sepse ishte djali më i madh i familjes Rama, sepse ne mbi emrin e kemi Rama, kurse më vonë kemi ndryshuar mbi emrin e kemi marrur emrin e babait si mbi emër, domethënë nga Flamuri. Edhe shkon edhe Samiu dhe Naimi dhe edhe Flamuri shkojnë bashkë. Edhe Flamuri shkojnë bashkë, domethënë ish pikërisht nga emri i babait që mirret, por do mos ishte vështirë sepse shiko, e kemi një gjë të edhin Naim që si në Kosovë, si në Ulqin bulizohen fëmija. Edhe kur e marrin vesh që nuk ke baba, ish bulizimi ish aty. Domethënë kemi pasur disa momente kur njerëzit prekin nga ana e babait, por mbasi ishim dy noka bashk, ishte gjithmonë frikë që të kapen me ne njerëzit, sepse thot kam emralla i tjetrit. Ishte një mekanizëm mbrojtës. Mekanizmi mbrojtës ishte Naimi. Po mamaja mërzitej, e zinit ndonjëherë duke qarë apo duke... Jo duke qarë, sepse ajo ka qenë burrore, ajo ka qenë malsore, faktikisht edhe e ardhur nga ana e malit, nga ishte dhe origjina jo, ne jemi nga milla anës malit të zbritur në Ulqin, kurse nana ishte nga një fis shumë i ndritur një anës malit që quhet Suma, edhe mbi emri Suma ishte edhe në Kosovë, edhe ato janë domethënë jashtëzakonisht malsor me ato me dinjitetin e malsores, edhe nëndaja ime që është gjyshja nga nëna, ajo i thotë Naxhijes, o moj Naxhije, ma mirë me dal një sy në ballë se një fjalë goje. Shiko sa madhe ishte kjo. Edhe andaj edhe Naxhija domethënë u përjetësua me ne që me na arrit ne sikurse me pas bab. Kjo ishte gjëja më e madhe e nënës. Domethënë ajo nuk e lejonte vetin që të zbresin nivelin që ne ta shikom të mërzitur. Ne e dinim dhe diku kur fillukëm të pjekemi që ajo që ajo i mungon burri i saj Flamuri, por në asnjë moment nuk na tregote në mënyrë direkte. Po nëna ishte shtylla kryesore. Shtylla kryesore. Jetonit prej? Jetonin, domethënë nëna ime ka punuar atëherë ka qenë Riviera Ulqinit, ka punuar 3 punë faktikisht me na mbajt ne, thuse mas më na mungu asgjë. Ka punuar në Rivierën e Ulqinit në Hotel Olimpik, ka punuar në një kafenet, që në them kafeneja Amanit, duke bërë kafe aty, dhe ka punuar në një direktore si pastruese gjithashtu. Domethënë jam krenar që të them që nëna jon domethënë e ka lënë një emër të jashtëzakonisht të ndritur për ne, që ta vazhdojmë rrugën e saj dhe që ta e rikujtojmë çdo herë se si një grua pa burr mundet me rrit fëmijët pa pas dikush me i bë me gishtë. Domethënë faqja e bardhë, edhe ishte me të vërtet një kënaqësi shpirtërore që sot me ndjesi të madhe flas për nënën Naxhije, sikurse ishte tani moment me ne, sepse ajo hjeki, por shpresoj ja kemi kthyer deri diku me punën tonë, me çdo gjë që kemi munduar që ta bëjmë, sidomos kur edhe mbas 20 vjetëve i ribashkova me Flamurin. Kjo ishte edhe kjo ishte kjo nënë që s'ishte ve shtylla e shtëpisë. Ja. Ishte krejt shtyllat e shtëpisë. Krejt shtyllat e shtëpisë. Dhe shkollimin fillore mbaruat aty Fillon në Ulqin, në shkollën që ka një emër tani pak të qitur modern, por atëherë çdo shkollë në Ish Jugosllavia kishte emrin e Marshalit Tito. Marshal Tito. Edhe kështu kjo Po pastaj në gjimnazin Skënderbekin i qenë. Jo, gjimnazin Skënderbej jo, sepse atë kemi një shkollë fillore ka emrin Skënderbej, po ishte në kraj, por shkolla në Ulqin ka edhe kjo një emër komunist, quhet shkolla e mesme Vllazërim Bashkim. Vllazërim Bashkim ishte. Po ende ka kjo shkollë emrin Vllazërim Bashkim. Pse zgjodhët duket hotelerin ishte apo? Po hoteleria ishte se ishte dega kryesore në Ulqin. Dega kryesore. Domethënë ti në Ulqin nuk e domethënë po qofse je ose në kuzhinë ose kamarier, domethënë ai ishte diçka që ulqinakëve ju shkan përdore. Domethënë ende sot janë kuzhinierët më të mirë, kamarierët më të mirë dhe mikpritësit më të mirë, andaj edhe Kosova gjithmonë kënaqet kur vjen në Ulqin. Ka një mikpritje nga rradha. Nga Ulqini vet. Po, nga Ulqini. Shkon në shtëpinë vet. Ashtu, ai shkon në shtëpinë vet. Ashtu siç mendojmë që Ulqini vjen në shtëpinë vet. Ashtu. Edhe ne kemi mirënjohje të madhe edhe ndaj Kosovës që na i krijoi kuadrat e para, sidomos njerëzit e ndritur si
Rushdi Shaku, si Bari Brisku, Hajro Ulqinaku, janë domethënë Hajrullah Koliqi, i kemi domethënë njerëzit e Ulqinit që i me të vërtet Pomosli Basria i ndjerë që i dhanë një kontribut të jashtëzakonshëm Kosovës, Mehmet Kraja që kemi akademik. Janë njerëzit që janë të ndritur, nuk do i përmendë edhe shqiptarët nga Malizi që janë nga Vuthajt, domethënë familja Qosja, Gjon Balajt, familja Kukaj, domethënë janë pjesa atë dheu që na funksiononit mirë. Ashtu, janë familje që se keni lindur e keni rritur burra dhe gra të mençur e të ditur, e që janë shndruar në shtylla kombi, ashtu siç kanë qenë edhe krejt partë e tyre. A ke pasur ndonjëherë inat me fatin, me rrethanat, me jetën që ju ndaun nga babai? Gjatë asaj periudhe mendoj. Ishte pyetje interesante dhe me dy tehe, sepse fatmirësia në këtë fatkeqësi ishte që ne u rritëm në vendin e të parëve tanë. Domethënë ne u rritëm me njerëzit që ishte, ne i themi nana madhe gjyshës, nana madhe Zyra, e cila na hjekte madhin e babait, me xhaxhallarët tonë, Myrton dhe Kadriun, me hallat e jona, domethënë ishte me një ilaka shumë të madhe që të na e zbuste atë përjetimi që ne nuk kemi babë, po me një anë me të vërtet ishte zbrasia e babës, sepse gjithkush na njihnin si djemtë e flamurit, kurse ne nuk e dishim kush ishte babai. Edhe kjo ishte, domethënë, diçka gjithmonë që të prekste, por mbasi jeta ishte aq e vrrullshme, ne jemi të mbijetuarit e tërmetit të Ulqinit 79, 15 prill, domethënë ne nuk kishim, ne u rritëm para kohës na im. Edhe kur rritesh ti para kohës, ti s'ke kohë që të mendosh për tani do t'i quaj tani imësina, domethënë po të ishim të rritur ndonjë sot, ajo do ishte ndoshta mangësia më e madhe, por atëherë nuk kishim kohë që mendonim këto gjëra, sepse ishte faktikisht jo jetesa, por mbi jetesa. Fëmijë të bërë burra më herët. Po burra para kohës. Në kohën e familjes. Ne ato burra që u desh të bëjmë shtylla e familjes para, sepse babai nuk ishte atë. Po ndonjëherë kur kaloje pranë postës apo kur binte telefoni, një shpresë, një thirrje, një letër. Kjo ishte interesante na im, se po ma rikthen një kohë interesante kur në ish Jugosllavi, sistemi imunist i asaj kohe i hidhen nga avioni disa fletushka propagandistike të asaj kohe, dhe në atë moment nëna mori atë letër, edhe tha djema, tha, ju ka shkruar tha babai letër. Edhe ne u gëzuam, domethënë aq me një gëzim fëminor të asaj kohe, domethënë fare gëzim i fëmijët, që babai na ka shkruar letër, po u çuditnim, si ishte mundur, domethënë, prej gjithë atyre letrave që qellonte, domethënë ajo letër tjetër pikërisht e babait ton. Edhe kjo ishte diçka që vite më vonë, domethënë ne u qeshnim po ishte si një rrenë e bardhë, si thirret, edhe ne gjithmonë mendonim atë kohë, si ato kohët që edhe në librin tonë të dytë me Naimin e kemi titulluar Koha e Shegës, ishte ajo koha që e fëmërisë, koha që i mban mend gjithë ato gjërat e bukura të fëmërisë. Këto që po i flasim në realitet është Koha e Shegës. Kjo është libri Koha e Shegës, dhe për ata që libri juaj i përbashkët. Libri jon i përbashkët. Që shkruat jetën tuaj, të babait edhe të nënës. Një roman me vete, një histori jo e shkurtër, një histori goxha gjatë. Po sepse ndërlidhet familja, një dramë, një film, ai ndërlidhet trungu i familjes Rama me Ulqinin e asaj kohe, por edhe me Ulqinin antik. Domethënë e kemi rikthy edhe historinë personale të vendit me historinë personale të një familjes. Domethënë një familje shqiptare, mu në brigjet e Adriatikut, mu të vendi i Buzukut, Buzuku i famshëm i Mesharit, domethënë i shkronjave shqipe, edhe ishte ai Ulqin, domethënë që ne gjithmonë i rikthehemi. Ky ish Ulqini ishte domethënë ai një vendi, ai fenari që na drejton gjithmonë tek brigjet e Adriatikut, ku jemi rritur, ku jemi formuar si njerëz, dhe po mos ishte kjo lëvizje që babai e bëri për fare ndjesi, s'po thuaj rastësore, por do them një rasti që ishte e vështirë për nënën dhe ne, po me një anë ishte një dhurat për ne që të rritemi në Ulqin, dhe ne sot të bëjmë të bisedë, të ndajmë të bisedë, dhe të kemi domethënë dhe të formojmë dhe të jetësojmë Shqipen dhe shqiptarinë në çdo aspekt. Ky fanari ju dërgonte në drejtim të Prishtinës për të studiuar. Kur erdhët në Prishtinë për të studiuar? Ishte viti 88, ishte viti kur ndodhin ndryshime të mëdha në ish Jugosllavi.
Çfarë regjistruat këtu? Të regjistruam, kishim dëshirë të regjistronim, por nuk mundëm sepse po të tregoj çka ndodh. Ne kishim mendim të regjistronim Fakultetin Albanologjik të kohës. Kishim gjuhë dhe letërsi. Gjuhë dhe letërsi. Mendja shkonte në drejtim të letërsisë, të krimtarisë.